Veriu i Kosovës ishte fokusi mbasi më kryesori i Albin Kurtit në mandatin e tij të dytë si kryeministër i Kosovës. E në këtë pjesë të Kosovës, ai nuk e duronte pranimin e strukturave paralele të Serbisë, të cilat nuk ishin shuar në tërësi, as pas çlirimit më 1999, as pas pavarësisë më 2008. Ato, siç thoshte, do t'i zhbëj dhe mesazhin te to nuk nguroj ta dërgoj sa herë mundi. Këtë potencoj edhe në një fjalim në kuvend, kur i bëri gati 2 vjet qeverisje më 2022. Kriminalet në veri, strukturat ilegale, kur nuk kanë qenë më të friksuara se tash. Ai e vazhdoi betejën e tij dhe të qeverisë për të zhbërë paralelet edhe në vitin 2023. Duke thënë se shteti i Kosovës nuk do të kishte asnjë gram tolerancë ndaj këtyre strukturave. Me strukturat ilegale të Serbisë, me krimin e organizuar, kur nuk do të ketë asnjë gram tolerancë nga qeveria e Republikës Kosovës, nga shteti i Kosovës, nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Policia e Kosovës. Një nga shumë arsyet që këto struktura që kontrollohen nga Serbia duhet të zhbëhen, sipas Kurtit, ishte fakti se ato i kanë kushtuar Kosovës rreth 320 milion euro në faturat e papaguara të energjisë elektrike dhe rreth 17 milion euro në faturat e furnizimit me ujë që nga viti 1999. Strukturat paralele nuk lejojnë faturimin e energjisë elektrike dhe pengojnë zbatimin e një marrëveshjeje energjetike të arritur në dialog 10 vjet më parë. Pa nxitje për të kursyer, konsumi në këto komuna u rrit me mbi 70% në një dekadë, pjesërisht për shkak të kultivimit të drogës dhe kriptominimit. Në një përpjekje tjetër kundër strukturave paralele në vitin 2024, qeveria Kurti II mori vendim për ta hequr nga përdorimi dinarit serb si mjet pengesë në Kosovë dhe për të mbyllur disa institucione financiare postare serbe që vepronin në vend. Ky veprim, që u kritikua rreth nga ndërkombëtarët me arsyetimin se nuk u bë në koordinim me ta, u mbroj nga kryeministri edhe në një paraqitje të tij në Këshillin e Sigurimit në New York, ku bëri me dije se cila para vlen në Kosovë. Only euro is means of payment. And we have done so many subsidies, social assistance, we give grants for education and healthcare to Serb majority municipalities, and believe me, they all take euros, no problem. We do not have a single case where a Serbian citizen of Kosovo said, I don't want this money because it is in euro currency. Pas këtyre veprime, Kurti dhe njerëzit nga qeveria e partia e tij thonin se në këtë mandat të tij si kryeministër përfundoi epoka ilegale e Serbisë në Kosovë. Këto deklarata u shpeshtuan në fushata zgjedhore, që më 2015 ishin 5 të tilla, 2 për nivel nacional e 2 në nivel lokal. Në Kosovën e pavarur kanë operuar 28 komuna paralele dhe 5 qarqe të tyre. Me qeverinë tonë përfundon epoka e komunave dhe institucioneve ilegale të Serbisë në Republikën e Kosovës e para 10 ditësh e mbyllëm komunat paralele të Serbisë për Lipjan, Obiliq, Prishtinë, Kushkosovë, Vushtrri, Novobërg, këtu Ardon, Kamenis, sa shumë struktura ilegale e sa shumë grupe kriminale kish poshtë të doshës të dorë të Ardonës, sa që nga një herë krijohet përshtypja që ma shumë ka posti si ilegale, paralele e kriminale, se kësi shtetërore, zyrtare. Kurti vazhdoi të krenohet me eliminimin e struktura paralele edhe në vitin 2026, siç bëri gjatë një fjalimi në Davos gjatë janarit, kur tha se në Kosovë nuk ka më struktura paralele të Serbisë. Në fakt, 2 shërbime paralele që ofroi Serbia në Kosovë nuk u shuan kurrë, arsimi e shëndetësia. Megjithatë, paralajmërimi u bë edhe për to, por kur erdhi puna të shuarje e tyre, Kurti u ndal pa. Ai arriti të bëjë një ujdi me sista koordinim me BE-n dhe serbët lokal për të rregulluar edhe këto fusha, në kuadër të implementimit të ligjit për të huajt dhe atij për automjetet. Por, kur doli ta bëjë të ditur këtë, e pranoi ekzistencën e këtyre struktura, e madje edhe dokumentet që shohin ato, të cilat madje në një farë mënyrë i legalizoi edhe për një afat të caktuar. Qeveria e Republikës Kosovës po ashtu do të hapë një dritare të re 3 mujore për të mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë faktet civile, të cilat deri me datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale. Në këtë periudhë, aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale. Për këtë deklaratë dhe vendimet në lidhje me lëshimet për këto 2 ligje, Kurti u kritikua ashpër,
duke thënë që ai lëshoi pe kur pranoi se në vend ekzistojnë këto struktura, e po ashtu edhe kur i pranoi dokumentet e lëshuara nga ato.